Në një intervistë pyetën të madhin Bruce Lee, ti nuk flet kurrë për negativitetin e trupit tënd, për shembull që je i dobët apo që je i shkurtër ose probleme të tjera. Dhe ai tha një fjalë që unë mendoj që të gjithë duhet të reflektojnë thellë për atë që tha Bruce Lee. Dëgjojeni me kujdes. Bruce Lee tha, ndonse ai nuk ishte një biolog ose nuk ishte një shkencëtar, por dëgjoni se çfarë tha. Trupi njeriu funksionon ashtu siç edhe një memorie një kompjuteri. Pse? Sepse trupi ti në qoftë se ti bën shaka me trupin tënd dhe i thua diçka për shaka, trupi nuk e kupton, sepse qelizat tona janë të zgjuara dhe nuk e kuptojnë shakan nga e vërteta. Dhe ti kur i thua diçka të padrejt, ajo e merr si të mirëfillt, pra çdo qelizë, dhe ja transmeton trurit ton. Mirë po, të gjitha këto fjalë janë frekuenca që truri ynë i transmeton ose i transformon në aksione ose në diçka reale. Është një fjali mjaft e rëndësishme, sepse kjo tregon se sa forcë ka truri ynë. Në fakt, në qoftë se për ata që nuk e din, Bruce Lee kishte një forcë marramendse që nuk e kishte njeri në botë, ndonse ai ishte i vogël, ndonse ishte i shkurtër. Ai vinte poshtë me një grusht, me një të vetëm, një grusht, ai mund të vinte poshtë edhe një gjigant. E dini pse? Sepse forca i vinte pikërisht nga bindja. Pra nga ajo bindje që ai kishte në tru, ai mund të thërmonte çdo gjë. Në fakt, sa herë keni parë dhe në për video që mund të shkëpuste nga toka, pra nga vendi ku ishte, edhe deri në 500 kg. Kjo është faktike, sepse kanë bërë teste për këtë dhe nuk e kuptonin, pra shkencëtarët, si është e mundur që një njeri kaq i shkurtër me një forcë fizike që dukej sigurisht e pavlerë, të mund të spostonte deri në 500 kg. Për më tepër, të mund të hidhte poshtë, të vinte poshtë edhe njerëz me fjalë me muskuj dhe njerëz me shtat lart. Pikërisht pra, sepse Bruce Lee e kishte forcën në mendje. Të mbani mend që mendja është gjëja kryesore, është e madhe. Mendja është ajo që vën në funksion trupin ton dhe qelizat, çdo qelizë të vetme. Kështu që ti në qoftë se ti, si thoshte Bruce Lee, do bësh shaka me trupin tënd që thua jam i vjetër, jam i moshuar, apo nuk di asgjë, apo jam budall, ti i ke bërë gabimin më të madh. Sepse nga ky moment ti ke ofenduar në radhë të parë veten tënde, por mbi të gjitha ke bindur disa qeliza të tua që do të funksionojnë për kundër, me fjalë të kundërtën e asaj që ti kërkon, ose më mirë për keq. Pra duhet filluar nga sot që të mendoni pozitivisht. Ju çfarë